Shqipëria do të luajë shanset e saj në nëntor, ku do të përballet fillimisht ndaj Andorrës në transfer dhe më pas do të presë në Tiranë skuadrën e Anglisë për të mbyllur kualifikueset e botrorit. Për Panorama Sport ka folur sulmuesi i Kuqezimve Mirlin Daku, i cili u shpreh se Shqipëria shef veç nga ndeshja e radhës, duke e cilësuar njëkohësisht fitoren e Serbisë si më të rëndësishme në karrierë. 5 fitore, 2 barazime në 7 ndeshjet e fundit. Si e sheh ecurinë e kombëtares në këtë periudhë? Mendoj se vetë rezultatet tregojnë qartë punën që po bëjmë. Kemi kaluar një periudhë të mirë me përkushtim dhe sakrifica dhe kjo po reflektohet në fushë. Shpresoj që të vazhdojmë në të njëjtin ritëm dhe në 2 ndeshjet e fundit që ta mbyllim këtë cikël sa më bukur dhe të bëjmë të gjithë shqiptarët krenar. Ndaj Jordanisë, por jo vetëm, e tenton shpesh portën, por mungon goli. Sa keq të vjen për këtë. Sigurisht që si sulmues gjithmonë e kërkon golin, është pjesa më e bukur e lojës dhe ndjenja më e fortë që mund të përjetosh në fushë, por futbolli ndonjëherë është i tillë, mund të japësh gjithçka, por topi thjesht nuk futet në rrjet. Gjithsesi, më e rëndësishme është që fituam si skuadër. Kur ekipi del fitimtar, goli personal nuk ka shumë rëndësi. A keni filluar të mendoni për kundërshtarët e mundshëm të Shqipërisë në play-off? Jo, për momentin jemi të përqendruar vetëm te ndeshjet që kemi përpara. Nuk duam të mendojmë shumë për atë çfarë vjen më pas. Duam të luajmë këto ndeshje në maksimum me përqendrim dhe me seriozitet dhe pastaj do të kemi kohë të mendojmë për kundërshtarët e mundshëm. Hap pas hapi, kjo është mënyra më e mirë për të arritur objektivin. Ndeshja me Andorrën mund të jetë vendimtare për ecurinë e Shqipërisë. Sa presion ndjeni për këtë sfidë? Të them të drejtën, jo shumë. Presionin e kemi kaluar tashmë në ndeshjet e mëparshme. Tani jemi më të qetë dhe më të bindur në forcat tona. Gjithçka është në dorën tonë, nuk presim ndihmë nga askush tjetër. Duhet të luajmë me karakter, të ruajmë qetësinë dhe të japim maksimumin në fushë. Nëse bëjmë lojën tonë, jam i sigurt që do ja dalim me sukses. Si e përjetove personalisht fitoren kundër Serbisë? Për mua është fitoria më e madhe në karrierën time. Duke marrë parasysh gjithçka, rrethanat, historinë dhe gjithçka tjetër, e konsideroj si fitoren më të bukur dhe të veçantë. A do të kishte një fest me komandant Katanën nga Daku? Kam thënë gjithmonë që më rëndësi është fitoria dhe të dilni me pikë të plota nga ajo ndeshje. Për të tjera gjëra nuk di çfarë të them. Ja lëm të ardhmes të fushës. Kosova ecën në një rrugë të ngjashme me Shqipërinë. Mendon se është gati për në play-off? Po, mendoj se Kosova e meriton plotësisht të jetë në garë për play-offin. Uroj me gjithë zemër që ta realizojë këtë ëndër sepse do të ishte një arritje historike. Do të ishte fantastike që si Shqipëria ashtu dhe Kosova të ishin në një kampionat botror.